A e dini se një Gjerman I kthyer në pash Osman u vra në Gjakov nga një burr shqiptar që se njihte frikën. Ai quhej Nik Lekpepaj, komandant I Kelmendit, trimi që I doli përballë portës së lartë dhe malit të zi, për të mos lënë cop toke shqiptare në duart e askujt. Në vitin 1878, kur Kongresi I Berlinit vendosi të jepte plavën e Gucin malit të zi, lidhja shqiptare e Prizrenit u ngrit në këmbë. Në krye të tyre, Nik Lekpepaj me 300 kelmendas të armatosur mbrojti me gjak kufijtë e Adheut, 7 ditë luftë në Gjakov, dhe fundi Mehmet Ali Pasha, I dërguari I sultanit, ra I vrar, bashkë me tradhtarin që e strehoi. Por fati I Nikës s'do të vinte nga pushka, por nga pabesia. Më 1911 në një kafene të Gucis e helmuan me filxhanin e kafes. Një burr që se vrau as plumbi, u rrëzua nga tradhtia. Sot, mbi një shekull më pas, malet e Kelmendit të kujtojnë si një Skënderbej të kohëve moderne. Një hero që historia u përpoqta fshi, por populli se harroi kur. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.